dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. Anëshmërinë në trajtimin e rastit për interes personal dhe mbi të gjitha, anëshmërinë politike krejtësisht të ndaluar për një zyrtar publik, prokuror i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, një nga produktet bazë ka arritur, por sipas ngarkesave të pranuara në sasi më të vogël se ajo e paguar, pra në një përqindje të vogël prej tani a është kontrata sekret sipas tyre apo jo. Ashtu siç ju kam informuar me datën 11 nëntor, Prokuroria Speciale ka deponuar akt akuzë kundër meje dhe të tjerëve në gjykatën themelore, ku PSRK pretendon që unë me dashje kam siguruar përfitim për persona të tretë duke dëmtuar buxhetin e shtetit gjatë procedurës së sigurimit të rezerves shtetërore të mallrave. Rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut. Kështu në vitin 2021, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë ka shpallur 3 herë procedurat e prokurimit për të vlerë një sasi të rezerves shtetërore të mallrave, nga të cilat një procedurë e prokurimit ka përfunduar me sukses, ndërsa 2 procedura të prokurimit kanë dështuar për shkak të mos ofertimit nga operatorët ekonomik. Gjatë atyre ditëve çmimi i grurit në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare luhatej në vazhdimsi pothuajse në çdo orë. Në tregun rajonal, çmimet arritën rritje enorme në nivele pra historike duke u rritur brenda ditëve. Këto luhatje vështirësuan edhe më shumë procesin e sigurimit të kontratave të qëndrueshme për import dhe konsolidimin e rezervave shtetërore të mallrave me kostot e paparashikueshme. E në këtë kontekst, sigurimi i produkteve bazë si pjesë e rezervave shtetërore vërtet u bë sfidë e vërtet. Si rezultat i 3 shpalljeve publike të cilat rezultuan pra pa sukses në konsolidimin e rezerves shtetërore të mallrave gjatë fundvitit 2021, pra në shtator, tetor dhe në nëntor, dhe si rezultat i fillimit të luftës në Ukrainë si qeveria e Republikës së Kosovës, në fund të shkurtit 2022 miratuam kërkesën e Departamentit të Rezerves Shtetërore në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë, që të na mundsohet pra si Ministri përjashtimi nga procedurat e prokurimit për furnizim me produktet e rezerves shtetërore të mallrave sipas ligjeve përkatëse në fuqi, kërkesë kjo e përgatitur edhe nga Departamenti Ligjor i kësaj ministrie. Për më shumë, kjo është për ndryshim nga qeverisjet e kaluara, ku rezervën shtetërore gjetëm në gremin, të vjedhur dhe duke e cënuar sigurinë kombëtare të popullatës sonë. Për këtë, çdo pretendim i prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron, dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. Që rezervat shtetërore janë sekret shtetëror, pra sipas ligjeve në fuqi, ligjeve përkatëse pra për rezervën shtetërore. Mbi të gjitha të ashtu quajtura prova të prokurorisë speciale janë mbledhur jashtëligjshëm përmes hetuesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, i cili i ka dërguar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë pa certifikat të sigurisë. Kjo ndodhi me 1 gusht të vitit 2023, ku 2 polic hetues pa certifikat të sigurisë, pra pa leje për qasje në këto dokumente të klasifikuara sekret, kanë marrë materialin brenda 1 ore në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Mallrave në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë, duke u thirrë në autorizimin e prokurorit Prokurorisë Speciale Valdet Gashi. Ne nga mend kemi denoncuar hetuesit pranë Inspektoratit Policor të Kosovës, pra nga në IPK, dhe IPK ka hapur hetim me numër të rastit IPK, thyer për DMA, thyer për 919, thyer për 23 dhe ka konstatuar shkeljen ligjore me veprimet e policëve hetues, duke konfirmuar që 2 policët hetues nuk ishin të pajisur me certifikatin e sigurisë të nivelit sekret. Dhe siç e theksova, me vonë, pra me datën 8 nëntor 2023, vetë ky prokuror Gashi, edhe pse siç ka pranuar vetë, ishte në konflikt interesi, ka përpiluar raportin për mbylljen e rastit PPN numër 143 për 2023, duke i liruar policët hetues nga përgjegjësia penale që morën dokumentet sekrete pa certifikatat e sigurisë,
pra zbatuan urdhrin e paligjshëm duke bërë vepër penale, por njëkohësisht duke u liruar nga ai që i kishte sjellë në mënyrë të paligjshme, pra nga vetë ky prokuror special Valdet Gashi. Për më shumë, ju njoftoj se ne kemi në posedim edhe këtë raport të prokurorit, pra raportin fjalë që përmenda me referencen 143/2023 të datës 8 nëntor të vitit 2023 dhe këtu ky prokuror duket qartazi në konflikt interesi. Kjo tregon mungesë profesionalizmi, mungesë dinjiteti e morali profesional në trajtimin e rasteve në interes publik, anshmërinë në trajtimin e rastit për interes personal dhe mbi të gjitha, anshmërinë politike krejtësisht të ndaluar për një zyrtar publik, prokuror i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, me përgjegjësi për ndjekjen e rasteve të korrupsionit ndërto edhe të konfliktit të interesit. Kontratat që janë nënshkruar për produktet bazike ishin jetike për të gjithë ne. Një nga produktet bazë ka arritur, por sipas ngarkesave të pranuara në sasi më të vogël se ajo e paguar, pra në 1% të vogël prej totalit që është paguar. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë ka bërë padi kundër kompanisë në fjalë për të sqaruar deri në detajin më të vogël se çdo segment të procedurës dhe rezultatin e saj, për të cilën mungesë me datën 8 qershor viti 2023 është njoftuar edhe avokatura shtetërore nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për iniciim të procedurës gjyqësore. Në anën tjetër, kjo ministri ka paguar edhe për 2 produkte tjera bazë, ku furnizimi nga një nga kontratat e blerjes një nga operatorët furnizues nuk ka arritur në Kosovë nga një shtet. Për më shumë, parapagimi sipas ligjit për menaxhimin e financave publike është plotësisht i lejueshëm për çdo çështje sigurie. Por edhe këtu, prokuroria gjen veten në konflikt. Në njërin anë thotë që kemi vepruar jashtëligjshëm kur kemi bërë pagesën. Po ashtu prokuroria speciale thekson se edhe kemi vepruar jashtëligjshëm kur kemi klasifikuar lëndën si sekret, por pastaj më akuzon mua që kam zbuluar informacionin sekret. Tani, a është kontrata sekret sipas tyre apo jo? Apo e shihni tendencën politike këtu? E gjersa përmes bashkëpunimit juridik ndërkombëtar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë, kemi paditur të 2 kompanit për këto produkte bazë për t'i kthyer buxhetit të Kosovës dëmin e shkaktuar. Parat e humbura pra do t'i kthehen buxhetit të Republikës Kosovës. E tani shtrohet pyetja qytetarë të dashur, kë kam dëmtuar unë? Në interes të cilës palë të tretë kam vepruar. Në ndërkohë, në vend që të aktivizohet në këtë drejtim, prokuroria vendos të më ndjek mua politikisht për të luftuar qeverinë e cila atë dhe shefin e tij Blerin Isufajn nuk lejoi të avansohen në pozita, ku do vazhdonin të vepronin në dëm të shtetit e për interesat të ndryshme, duke mos anashkaluar ato të Serbisë, si në rastin kur kanë anuluar urdhër arrestin kundër Milan Radojčić. Për ta përmbledhur, Prokuroria Speciale në krye me Valdet Gashin e Milot Krasniqin, pra në këtë rast që na akuzojnë neve, 2 prokurorë këta që kur nuk kanë fituar asnjë rast në gjykat, gjendet në konflikt interesi. Duke zbuluar sekretin shtetëror e rrezikuar sigurinë kombëtare, ka mbledhur të ashtu quajtura prova në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë. Me tendencë politike po pretendon që vendimet e nxjerra ishin të paligjshme dhe pse të njëjtat vetëm përshkruajnë atë që thot ligji. Dëmet e shkaktuara nga kompanitë e kontraktuara do i kompenzohen shtetit përmes procedurave gjyqësore dhe këtu nuk ka asnjë lidhje Kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti ka të vetmen lidhje që ka aprovuar me Kolegjin Qeveritar kërkesën tonë të ligjshme, sipas ligjeve në fuqi për largimin nga procedurat e prokurimit publik, sepse dështuan 3 herë. Kjo është e vetmja ndërhyrje ligjore e qeverisë kur aprovon kërkesën tonë të ligjshme sipas ligjit për financat publike, ligjit për rezervat shtetërore, ligjit për mbrojtjen